vdek gruaja më para 2 vite, pastaj e kam marrë këtë. Momentet e fundit e kam gjetur edhe këtë shoqen, shumë mirë po kaloj. Kjo shumë e mirë, është shumë e ëmbël, shumë e kujdesur. Gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë është personin e dashur që e kam pranë vetes. Mua s'pari më ka pëlqye apo më ka bë për veti sakrifica e tij që ka bë për atë dhe unë. Që sa kohë jeni bashkë të martuar? Ne rreth 2 vite. 2 vite? Po. Si një fut pak a shumë, mëset, vet? Jo, vetë. Vet. Cili është... Ka vdek gruaja më para 2 vite, pastaj e kam marrë këtë. Ka vdek gruaja. Mas sa kohë i ra me martu prap? Pas është ka vdek gruaja? Mas 67 vjetë. 67 vjetë. Po. Na po shkuj pak atë, normal që nuk ke përjetu mirë, po sa kohë të desh me marrë veta? Po, nuk është lehtë, ajo mirë, po unë kam pasur vështirësi edhe më të mëdha, i kam të i kalu edhe kështu që vështirësitë nuk më poshtin, e gjej rrugën. Momentet e fundit e kam gjetur edhe këtë shoqen, shumë mirë po kaloj, jam shumë i kënaqur. Je shumë i kënaqur. Çka të bëni për vete? Çka pat? Kjo? Po. Kjo është shumë e mirë, është shumë e ëmbël, shumë e kujdesur, është, më kupton shumë, e kuptoj këtë. Tash të pyetëm pak edhe këto, hajde tregon edhe ti, çka të bëni për vete, çka të pëlqej? Mua s'pari më ka pëlqye apo më ka bë për veti sakrifica e tij që ka bë për atë dhe unë. Për atë dhe jo. Për atë dhe jo. Sakrifica për atë dhe jo, ty ta ka fitu zemrën. Me pika e parë dhe fundit ka qenë kjo. Plus edhe si njeri është shumë i mirë, shumë i afërt, shumë i dashur, shumë human. Shumë human. A keni fëmijë? Po, 2 fëmijë, një vajzë, një djalë. Ata janë në Zvicër. Edhe ata i paske jashtë. Ajo ka penguar për diçka ky raporte? Jo. Se ka raste që edhe nuk dojnë ashta. Jo, nuk përkundrazi, ata shumë respektojnë këtë, edhe nipat e mbesat e dojnë shumë. Edhe më presin të flasin e përqafën e të rrinë me te. Që sa e bukër e ëmbël edhe prej goje po Presim që ata të vinë këtu në Kosovë dhe të shmallem. Edhe na me ta, po edhe ata me ne. A një përshëndesim pra? Po për juve cili është momenti ma i vështirë ashta që e kjo pas? Gjatë gjithë jetës? Po, një që nështë se harën kur. Kuptohet, ndoshta vdekja e të afër me, sidomos gjatë pandemisë, dhe kuptohet lufta. Luftën askur se ka përjetu letë. Lufta, po, ka qenë. A ka qenë e vështirë ta quajmë ashtë me u martu? Jo, me një person që vërtet e ka meritu, nuk ka qenë e vështirë. Nuk ka qenë e vështirë. E cila është gjëja më e bukur që ka ndodhur në jetë? Gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë është personin e dashur që e kam pranë vetes. Me mëset a vetë? Me mëset. Me mëset. Ka në patet mëset? Që dojtë babës. Tregom, ata prish qefin heq? Kur heq. Kur heq? Jo, valla shumë mirë e qujna. Tregom, atë nimon punë shpis? Po, sidomos që mirë këti pas shumë mirë. A je mësu vetat ka mësu nusja? Jo, dhe mësu vetë mi Marakit e këm pas. Ta të rritë shpejt pa fejuan, shpejt pa martuan. E në atë kohë, do më thonë, kur ka thonë baba ki me marrë, shta, ki vëdzu mos me marrë. Ja, s'la kanë vetë heq. Si kanë vete? Ty më thonë s'kanë vetë? Jo, mund s'm kanë vetë absolut. Qatë na që një martu e ki po për herë të parë? Për herë të parë kom pa qatë na. Shumë i thamë, du shumë i thash. Me një herë, pa po kur? Po. Mazi ko këtë edhe qeftë bure gru, më na kalzu që që njoftu. Që e në thu? Me mëset a vetë? Me mëset. Me mëset. Ka në patet mëset? Që dojtë babës. Aja ka qëllu mësitja ju kalzëm? Në dojë, që me thonë, ja për në shoh është dhe. Mashallah, që sa kujnë të martu mëse për në kalzëm? Që 30 vjetë. Që 30 vjetë. Tregom, ata prish qefin heq? Kur heq. Kur heq? Jo, valla shumë mirë e qujna. Tregom, që ka mojtë ka që të fort lidhe në ju, dashnin e ju, që ka zgatë? Po fëmin që kem, 3 fëmi kem, edhe du mi nër veti. Tregom, atë nimon punë shpis? Po. Sidomos që mirë këti pas shumë mirë. Kën? Jemi që buk. Pregadit shumë mirë. Edhe gatu më boka? Po. Afro mos, afro pak mos të. Qorba. Cila qorba i par mas mire nuse? Pasullin, qorbën, gjithë shka ban. A je mësu vetat ka mësu nusja? Jo, dhe mësu vetë mi Marakit e këm pas. Vetë, du më të marak, edhe ti Para për kësaj, të kuj ka. Po, për pinionë si mësu. Nuse, tregom, sa ka burra ndi sotit që një mund që i ka shumë grave, kalzam. Ka plët ashtë, rinja dhe ma shumë. Tash halo po martu pjeni mojnë tash, bëgjës më të ju. E tregom, pse?
Halo po martu. Pse tash Mos edhe asnjëherë doni, po sabër, bën sabër 5 minuta. s'muj me po sabër se më ke një fell. Tregom pse? Pse sa do halo po ju thoni Se më? tash avar koha avar më nesh koha. Tash çetër koha. Atëherë kanë çetër koha, sot çetër koha. Çfarë kohë ka tash? Çka s'ka të mirë sot? Tash ti për me lyp me punu për mirë, për këtë më mirë. Po spjadin kohë sot me punu mirë. Tregom. Nuse kallzëm çfarë falem? Se për sot do këtë më mirë është, më kallaj me punua, më kallaj fitu atëherë më zëra, ko më fukarallak më sene. Po sa s'padon. Ja, Gjermani. Gjermani. Nuse, tregom sipas teje çfarë këto çiftet e sotit. Që po martohen shpejt, po dohen shpejt. Po, s'po di tash me thonë valla, ta trit shpejt pa fejuan, shpejt pa martohen. A na atëherë si na pas, na kanë dhënë baba nana, po shumë ma mirë na ka rënë. Ma mirë ju ka ro. Ma mirë, shumë ma mirë. Po s'frani thotë babas vet. Atash po s'kan çika thënë be babas vet. Të rrë pe gjon po e hajtë u kry puna. Thu që sot s'po është astuta për një vjet, 2 shkojmë detja në kënej, pa dohen u kry puna, mos ka kur gjë. Atëherë nësh akoma. Ka pas nësh. Po thu që sot nuk po ngoç as shumë edhe fjala e babës së nonës. Ja, nuk po ngosë. Sot vetë gjon, vetë merr, vetë lëshën, vetë merr, vetë lëshën, s'ka kur gjë sot. E në atë kohë, domethënë kur ka thonë baba ki me marr, sta ki guxu mos me marr. Ja s'la kanë vetë hiç. Si kanë vetë? Ti do të kanë vetë. Jo, më s'm kanë vetë absolut. Më kanë lyp siti par, i dyti, i treti si ka ardhur, më kanë thonë. Domethënë, kjo ko kam siti i tretë. Po, A më i mirë çike? më i mirë. Më i mirë. Domethënë veç domethënë çata që ne martu e ki baba herë të parë. Për herë të parë kom pa qatë natë. Edhe shumë mirë të që tu, Si është do kur e pove? shumë mirë. Qa i dhe pas dhuti? Si e pove kallzon. Shumë i thamë, du shumë i tash. Me një herë, pa po kur. Po, A në atë kohë që shkon koha. qashtu A kishit pas shef më kthy prapa e koha me mësit nisën. Po, ma mirë është. Shumë ma mirë, vëlla. Nashta tash pashien, po s'kara ati. Skora ati s'ka lëmë të rritë. Jo. Domethënë një që 35 vjet këtë bashka. 35 jetë bashkë dhe ishala desëm bashkë. Ishala dytë bashkë. Pse do të bashkë? Po ma mirë, pse me lo vetë ta ose ky muhe? Që me ba vetë? Mashallah po dushit për halal. I rujt zoti, kalen e mirë, mos e lëndni për të mirë. Respekte. I lodh. Kalen e mirë, tong për të mirë. Se di vëllo, na djam normal do të me bo ma shumë njerë për nonën, e tani gruja vjen e dyta. Qëra vëllo, na jena mësu më të thuj zamra non stop, kështu që ti moshkulli be kupton qysh, veç për nonë do të me ro, për të tërkon jo heq. A mu je burr kur nuk shkon me femna tjera, edhe lufton me vetën tonde, për me mri dikon, për me mri për familjen tonde. Se i thash mos me munu, mos me ec, grot do të milion mos me munu, vëllo. Qysh me të zëni sto femna që ka shlet be vëllai? O, lo, po ta shkryj ke zoti, s'ka, po ta shkryj ke zoti dhe u kryma. Mu ma kalon amanet një gruje moqme, femnat e pes, tha, po ka bën mi mon. I ka ma të bukur ata mo, edhe dreqin e ka ma të bukur. Çfarë kalan? Mirë, the? Shnet? Mirë, Sa që mirë që është? zotin. Unë, muzikë. e ja, far muzike, më në fardi. Me art. Jo, be asart. Çka? Pa po duk në artista? Pak a shumë. Jo, be Çka far. merresh vëlla? Infermiari për gjithë që jo, vëllo. Në fermer për gjithë. Me dashni që e ki punë kallzon. Me dashni, ku morë të me gjetë një, Pse i kohë ti? i gilonit. I gjelonit.